Kryetari i Bujanocit Arber Pajaziti ka reaguar pas vandalizimit të posterit që promovonte koncertin në kuadër të manifestimit të ditëve të komandantit Dheshi. Ridvan Qazimi, i njohur me novkën komandant Dheshi, ishte ndër komandantët më të shquar të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Ai ra dëshmor më 24 maj të 2001-shit në fshatin Tërnoci Madh. Një video e publikuar ku shihet një person duke thyer xhamat e duke vandalizuar posterin e komandantit Dheshi në Bujanoc. Pajaziti ka quajtur sulmin të papranueshëm ndaj kujtesës historike, kulturës dhe përpjekjeve për nderim të figurave që ka dhënë gjithçka për lirinë dhe dinjitetin e shqiptarëve në Lugin. Me shqetësim dhe indijat kemi mësuar për aktin vandal të kryer ndaj posterit që promovon koncertin në kuadër të manifestimit të ditëve të komandant Dheshit. Thyrja e xhamit dhe dëmtimi i këtij posteri nuk është thjesht një veprim kundër një materiali promovues, është një sulm i papranueshëm ndaj kujtesës historike e kulturës sonë dhe përpjekjeve për nderimin e figurave që kanë dhënë gjithçka për lirinë dhe dinjitetin tonë. Ky akt i ulët nuk përfaqëson vlerat e qytetarëve tanë dhe të komunitetit tonë të shumëllojshëm që ndërtohet me respektin, tolerancën dhe bashkëjetesën. Ne dënojmë fuqishëm këtë veprim dhe bëjmë thirrje që autoritetet përkatëse të hetojnë rastin me seriozitetin e duhur, në mënyrë që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësi për këtë sjellje të papranueshme, ka shkruar Pajaziti në Facebook. Ai ka thënë se akte të tilla cënojnë frymën e unitetit dhe se do të vazhdojnë me manifestim siç është planifikuar. Ne nuk do të lejojmë që akte të tilla të cënojnë frymën e unitetit dhe të respektojmë që të përpiqemi ta ndërtojmë çdo ditë. Manifestimi i ditës së komandantit Dheshi do të vazhdojë siç ishte parapar, me dinjitet, krenari dhe në nderim të historisë sonë.